Mëngjesi kishte nisur I qetat të diel në periferinë e qytetit të Charlotte, në Karolinën e Veriut. Në shtëpinë e vogël me 2 kate, ngjyrë bezh të zbehur, Emma Clark, një nënë e re 28 vjeçare, ishte zgjuar herët për të përgatitur mëngjesin e ditës së parë të pushimeve dimërore për vajzën e saj 7 vjeçare, Lily. Shtëpia mbante aromë të qetë kafeje dhe të brumit të muffinëve me boronis, të preferuarat e voglushës. Emma ishte lodhur shumë javët e fundit. Punonte 2 punë me kohë të pjeshme, një në një supermarket lokal dhe një tjetër si pastruese që të mbyllte qiran dhe faturat. Ishte e përkushtuar si nën, por shpesh I mungonin orët e gjumit dhe frymëmarrja e thellë. Megjithatë, ajo rinte gjithmonë e qeshur përpara Lilyut, duke u përpjekur ta mbronte nga çdo shqetësim. Atë mëngjes, ndërsa përgatiste tavën me muffins, sytë e saj ndjenin djegje, sikur dikush ja pastronte nga brenda me letër zmerile. Koka I rrite si dalle e lodhur. Ajo piu një glënjik ujë dhe u mbështet për një moment të banaku, duke menduar se ishte thjesht lodhja e zakonshme. Lily zbriti shkallët me hapa të vegjël të shpejt, flokët e verdh të çrregullt rreth fytyrës dhe një shall roz që e kishte vendosur gabimisht, por me shumë krenari. Mami, erdhi era muffin. Je zgjatur shumë sot? Pyeti ajo me një zë të butë. Emma buzëqeshi, megjithse sytë ju mjegulluan për një çast. Jo e dashur vetëm pak e lodhur. Hajde ulu, gati jam për 5 minuta. Lily u ul te tavolina e vogël e kuzhinës dhe nisi të vizatonte një diell të madh të verdh në një letër të bardhë. Emma e shikoi me ngrohtësi, por atë çast ndjeu një marramendje të mpret, si një rrymë që I përshkoi trupin nga këmbët në kokë. Ju ersua shikimi dhe duart ju drodhen. Tavën e nxori nga furra dhe u përpoq ta vendoste mbi sobë, por duart I dridheshin aq shumë sa gati I rrëshiti. Lily ngriti kokën menjëherë. Mami, je mirë? Emma nuk arriti të përgjigjej. Gjunit ju drodhen dhe trupi ju rëndua sigur. Në sekondën tjetër, sytë ju mbyllën dhe ajo u shem në 2 sheme me një zhurmë të fortë. Lily lëshoi vizorin, letra I ra nga dora dhe goja ju hap plot merë. Mami! Bërtiti ajo, duke vrapuar drejt saj. Ajo e tunte nënën nga krahu, por Emma ishte e palëvishme. Frymëmarrja ishte bërë shpejt dhe e lehtë, pothuaj e padukshme. Lily filloi të çante, duke e ndier panikun t'i ngrihej deri te fytyrët. Ajo nuk kishte asnjë ide çfarë të bënte. Emma e kishte mësuar të mos luante me telefonin e shtëpisë, por ajo e dinte se numri I emergjencës ishte 3 numra. Të gjithë fëmijët e dinin. 911. Me duart që I dridheshin dhe me zemrën që I rrite aq fort sa mendonte se do t'i qahej, Lily vrapoi drejt telefonit të kuzhinës dhe shtypi numrat. 9. 1. Ajo e priti me frymë të mbajtur sinjalin. Por ajo që nuk e dinte ishte se telefoni I vjetër I shtëpisë kishte një problem me linjën e jashtme, prej muajsh lidhja shkëputej shpesh. Në vend që të lidhej me qendrën e emergjencës, thirrja u devijua gabimisht nga sistemi I kompanisë telefonike të një linje private, e cila në atë moment I përkiste një numri personal biznesi. Pas 2 bipeve, dikush u përgjigj. Zëri ishte mashkullor, I rritur I qetë, I thellë. Alo, kush është? Lily e ndjeu panikun ta pushtonte plotësisht. Ju lutem më ndihmoni. Mami ra në tokë. Nuk lëviz. Nuk po hap syt. Ju lutem. Në anën tjetër të linjës, burri u ngrit menjëherë nga karrigja e tij prej lëkure në zyrën e tij në katin e 31 të një ndërtese Chelsea në qendër të Charlottes. Ai quhej Nathan Cole, 35 vjeç, pronar I disa kompanive të teknologjisë dhe investitor I njohur lokal. Në përqytet e njihnin si një nga njerëzit më të pasur dhe më të rezervuar, duke ruajtur gjithmonë profil të ulët. Zëri I vajzës së vogël e tronditi. E dashur ngadalë. Si quhesh? Mos ki frikë, jam këtu. Më trego ku je. Kjo është e rëndësishme. Më thuaj adresën. Lily veshi syt me lot, duke e shikuar nënën pa lëvizur. Nuk e di adresën. Mami më ka thënë, por nuk mbaj mend. Kam frikë. Ju lutem mos e mbyllni. Nathan ndjeu barkun t'i shtrëngoi. Nuk ta mbyll, e kam premtuar. Më dëgjoj mirë. Më trego çfarë sheh nga dritaret, apo ndonjë numër rruge brenda shtëpisë. Çfarë ngjyre është shtëpia? Ka ndonjë shenjë? Çdo gjë më ndihmon. Vajza nisi të dridhej, por e detyroi veten të ngrihej lart për pak. Shtëpia jonë është bezh. Ka një pemë të madhe përpara. Numri mendoj se është 418 më duket. Nathan vuri dorën mbi telefonin tjetër dhe shtypi me shpejtësi një buton. Jamie, lidhu me qendrën e emergjencës. Tani. Më gjej adresën e plot të një shtëpie me numrin 418 në zonën e jugut të Charlottes, ngjyrë bezh. Shpejt. Ai u kthye te vajza. Lily, e dashur, qëndro me mua. A merr frym mami? Vendos dorën te kraharori I saj.
Lëviz përpara dhe më thuaj. Lilu e bëri me duar që i dridheshin, por shumë ngadalë. Kjo është mirë. Dëgjo, do të vijë ndihma. Jam këtu me ty. Mos u shqetëso. Ajo fishkëllente nga paniku. Ju lutem mos më lini. Kam shumë frikë. Zëri i tij u bë edhe më i butë. Nuk do të lë. Premtoj. Dhe kështu nisi një histori që askush nuk do ta kishte imagjinuar, një vajzë vogël e trembur, një nënë e pafuqishme dhe një milioner që pa e ditur do të ndryshonte përgjithmonë jetën e tyre. Lilu qëndronte ulur pranë trupit të nënës së saj, duke e mbajtur për dorë me gjithë forcën që kishte në duart e vogla. Nuk e dinte sa kohë kishte kaluar që kur kishte marrë përgjigjen e burrit në telefon, por për të dukej si një përjetësi. Çdo sekond ishte një mal i madh që rëndonte mbi kraharorin e saj të vogël. Nathan e dëgjonte frymëmarrjen e vajzës në linje, si një zë i dridhur që përpiqej të ishte i fortë. Ai shikonte pa pushim dritaren e madhe të zyrës së tij, ndërsa qyteti poshtë duke i zënë, i zhurmshëm, i paditur për dramën që po ndodhte në një lagje të qetë periferike. Lilu më dëgjon. Pyeti ai. Po jam këtu, u përgjigj ajo me zë të ngjirur nga të qarët. Mirë, dua të më tregosh diçka. A ka ndonjë fshin pranë jush? Dikush që mund të therasësh. Lilu shikoi nga dritarja, ku gjethet e pemës para shtëpisë lëkundeshin nga një erë lehtë. Sonja Kate dhe ajo jeton pranë nesh, por mami tha që ka shkuar te vajza e saj për pushime. Të tjerët nuk e di. Nathan shtrëngoi noforën. Në rregull e dashur. Po punojmë për adresën. Më trego, a ka ndonjë letër, ndonjë faturë në shtëpi që mund të marrësh shpejt? Do të ketë shkruar adresën. Lilu ngriti kokën, fshiu syt me mëngën e bluzës dhe u qua me kujdes. Mos u largo shumë nga mami, por mundohu të gjesh diçka me adresën, i tha Nathan. Ajo vrapoi drejt tavolinës së vogël të korridorit, ku Emma zakonisht linte faturat e elektricitetit dhe qeset e vogla të postës. Gjiti një zarf të bardhë dhe e mori me duar të dridhura. Ktheu vrap te telefoni. Zoti jam Lilu, mendoj se e gjeta. Shumë mirë. Le ta lexojmë së bashku. Mbaj afër gojës që ta dëgjoj. Lilu hapi zarfin dhe lexoi ngadalë, duke belbëzuar disa fjalë. 418. Maple Street, Charlotte, North Carolina. Nathan e shkruajti me shpejtësi. Faleminderit, e dashur. Kjo më ndihmon shumë. Shëndro pak me mua. Mos u shqetëso, ambulanca është duke ardhur. Në atë çast, dera e zyrës së Nathan u hap me vrull. Jamia, asistenti i tij, një burr i ri me flokë ngjyrë gështenje, hyri i alarmuar. E gjetëm adresën, po e kemi dërguar menjëherë qendrën e emergjencës. Ambulanca është nisur. Kam vlerësuar rreth 5 deri në 7 minuta për mbërritje. Nathan i bëri shenjë të largohej për një moment dhe u kthye te telefoni. Lilu, zemër, dua të më dëgjosh shumë mirë tani. Do të shkosh pranë dritares dhe të shikosh jashtë. Nëse sheh ambulancën, më thuaj menjëherë. Ajo vrapoi, duke mbajtur telefonin pranë veshit. Nuk ka ardhur endet, tha me zë të dridhur. Do vijë të siguroj. Tani, dua të flasim pak për mamin. Më përshkruaj si po duket. Lilu ul pranë nënës dhe e pa nga afër. Fytyra i është bërë pak e zbet. Syti ka mbyllur fort. Po merr frym shumë ngadalë, sikur po fle, por nuk zgjohet. Nathan u përkul përpara, duke vënë bëryllet mbi tavolinën e tij të madhe prej druri. Nëse mundesh, vendos dorën e saj në dorën tënde. Kjo ndonjëherë ndihmon që trupi i një personi i fikët të reagojë më mirë. Ju të dy jeni të lidhura shumë, apo jo? Lilu tunte kokën, edhe pse ai nuk e shihte. Shumë. Mami është shoqja ime më e mirë. Ajo thot gjithmonë që jam drita e saj. Zëri i saj u thye. Nathan u li shikimin për një moment. Ishte i prekur thellë nga sinqeriteti i vajzës. E dashur, ajo do të zgjohet. Po bëjmë gjithçka që mundemi. Dhe ti po bën diçka shumë të rëndësishme duke qenë e qetë. Jam krenar për ty. Një zhurmë sirene filloi të dëgjohej shumë larg, si një melodi e pafuqishme në horizont. Sytë e Lilu u zgjeruan. E dëgjoi diçka. Mendoi se është ambulanca. Zëri i Nathan u bë më i fortë. Shko te dritarja. Shiko, është ajo. Lilu shtiu perde me dorë. Po, janë ata. Po vin. Ndërsa sirena afrohej, Lilu ndjeu lodhjen, frikën dhe ankthin të shkriheshin për një çast. Dera e shtëpisë u hap me forcë nga dy paramedik të veshur me uniforma blu dhe vrapuan drejt saj. Është brenda. Mami është brenda. Bërtiti Lilu. Paramedikët u futën menjëherë në kuzhinë. Lilu mbajti telefonin të veshi. Soti dhe ata erdhën. Ata janë këtu. Nathan mori frym thellë, për herë të parë pas shumë minutash. Jam shumë i lumtur që i dëgjoj, Lilu.
Tani, dua të qëndrosh pranë tyre dhe t'u lejosh t'i ndihmojnë mamin. Nuk të mbyll ende. Rri me mua derisa të sigurohem që gjithçka është në rregull. Në kuzhinë nisi një lëvizje e vrullshme, paramediku I parë kontrolloi presionin, ndërsa tjetri përgatiti pajisjet. Femër, rreth të 20 have. Pa ndjenje. Pulsi dobësuar, por prezent. Tensioni ulët. Mundësi kolapsi nga lodhja ose dehidratimi. Tha njëri prej tyre. Lilu ishte bërë gati të rrëzojë nga lodhja emocionale, por e mbante veten me vështirësi. Një paramediku kthye te ajo. Ti e bërë gjën më të mirë që mund të bëje. Je shumë e fortë. A ke ndonjë të afërm që mund t'i telefonojmë? Lilu uli kokën. Nuk kemi askënd, vetëm mamin. Paramediku ngriti vetullat, pastaj I zbuti syt. Lilu u mbështe pas murit të ambulancës, duke ndjerë se zemra I rrite aq fort sa sikur donte t'i dilte nga kraharori. Paramediku përkrah saj, një grua rreth të 40-ve me sy të qetë blu, I u afrua ngadalë. Lilu, je mirë? Të dua të marrësh frym ngadalë, I tha ajo me një buzëqeshje të butë. Voglushja tunte kokën, por frymmarrja I dilte me ndërprerje. Ishte shumë më tepër se sa mund të përballonte një fëmijë 7 vjeçare, frika, pasiguria, pamundësia për të ditur çfarë do të ndodhte më pas. Paramediku tjetër, I cili mbante një maskë oksigjeni pranë fytyrës së emës, foli me një ton profesional. Pulsi I saj po stabilizohet pak. Jemi duke ju afruar spitalit. Lilu e dëgjoi këtë dhe, për herë të parë, zemra ju zbut pak. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, Nathan Cole kishte dal nga ashensori I ndërtesës së tij gjigante dhe po ecente me hap të shpejt drejt garazhit privat. Asistentja e tij Yamie Mezi e ndiqte pas. Nathan, sigurisht që nuk e nevojë të shkosh vetë. Spitali do të kujdeset. Yamie, ajo është vetëm një fëmijë, tha Nathan me një ton që nuk linte vend për kundërshtim. Dhe nëna e saj është në gjendje kritike. Po shkoj. Ai hapi derën e makinës së zezë sportive dhe u ul brenda. Motori rënkoi fuqishëm sapo qelsi preku kontaktin. Eja më pas me dokumentet. Dhe më mbajte informuar për çdo gjë, tha ai përpara se të nisej me shpejtësi. Për një burrë që zakonisht ishte I ftohtë, I qetë dhe racional, emocionet e tij këtë herë ishin të pazakonta. Ai nuk e kuptonte pse zëri një vajze të vogël në telefon e kishte prekur aq shumë. Një thirrje e rastësishme. Një numër I devijuar gabimisht. Një situatë që ai nuk do të duhej të përfshihej. Por sidoqoftë, këmbët e tij e çonin drejt spitalit. Ndërsa ambulanca mbërriti te hyrja e urgjencës, dyert u hapën me vrull dhe mjekët e pritjes e morën menjëherë emën brenda. Lilu doli me paramediken, duke shikuar gjithçka rreth saj me një lloj hutimi që I gërrente shpirtin. Mami, ku po e çoni mamin? Thirrri ajo, duke u përpjekur të ndiqte barelen. Një infermier ul në nivelin e saj, duke I vënë duart mbi supet e vogla. Mos u shqetëso e dashur. Do ta kontrollojmë dhe do të kujdesemi për të. Ti do të rrish me mua pak, derisa të marrim rezultatet në rregull. Lilu Mezi pohoi. Syt I kishte të mbushur përsëri me lot. Sapo u ul në një karrige në korridorin e urgjencës, ajo dëgjoi oborrin e jashtëm të spitalit të mbushej me zhurmën e një makine që frenoi me urgjencë. Pak sekonda më pas, dyert automatike u hapën dhe brenda hyri Nathan. Ai ishte I veshur me një kostum të errët, por këmisha I ishte paksa zhubrosur nga nxitimi. Syt I vet tinin duke kërkuar dik. Lilu. Voglushja ngriti kokën ngadalë. E njohu zërin menjëherë. Ishte ai, burri që nuk e kishte lënë vetëm as një sekond në telefon. Nathan? Tha ajo e pasigurt. Ai u ul menjëherë pranë saj, në nivel të syve të saj. E dashur, jam këtu. Mami juaj është në duar të mira tani. Ju nuk do ta kaloni këtë vetëm. Lili u hodh drejt tij dhe e përqafoi me gjithë forcën që kishte, sikur do të shpëtonte nga fundosja në një det të madh frike. Nathan, I befasuar nga gjesti I saj, ja ktheu përqafimin me kujdes, me një lloj butësie që nuk e kishte përjetuar prej kohësh. A do të vdes mami? Pyeti ajo mes lodhëve. Nathan ndjeu një therrje në gjoks. Ai nuk mund t'i jepte një premtim që nuk e kontrollonte. Do të bëjnë gjithçka që munden, tha ai me sinqeritet. Dhe unë do të jem këtu derisa të marrim lajmet. Lilu e shtrëngoi edhe më fort. Në atë moment, një mjek doli nga dhoma e emergjencës dhe nisi të ecë drejt tyre me një dosje në dorë. Nathan mori frym thellë, ndërsa Lilu e kapi dorën e tij me gjithë forcën e të voglës. Kjo është e ti, tha mjeku duke I parë të dy. Kam disa informacione për gjendjen e nënës suajt, mjeku mbajti një moment heshtje, sikur po përpiqej të zgjidhte fjalët e sakta. Ai uli syt drejt Lilut, pastaj vështroi Nathanin, I cili qëndronte pranë saj me një qëndrim mbrojtës. Gjendja e saj është e qëndrueshme për momentin, tha më në fund mjeku. Por ishte në prag të kolapsit të plot. Presioni I gjakut I ka rënë shumë.
Ka shenjat të dehidratimit të thellë dhe lodhjes ekstreme. Mendojmë se është rrëzuar nga shterimi fizik. Lili e mbajti frymën. A do zgjohet? E pyeti me zaq të butë sa mezi dëgjohej. Mjeku buzëqeshi me përzemërsi. Po e dashur, por duhet pak kohë. Trupi i saj është e zauruar. Tani është në infuzione dhe po merr mjekimin e duhur. Do ta transferojmë në një dhomë ku mund të pushojë. Ti mund ta shohësh më vonë. Lili mori frymë thellë, duke u dridhur paksa nga lehtësimi. Nathan vuri re se duart asaj i dridheshin ende. Mjeku vazhdoi. A ka dikush tjetër që mund të vijë t'ju marrë? Ndonjë të afërm. Lili uli kokën. Jo, jemi vetëm ne të dy. Fjalët ranë sigur në stomakun e Nathanit. Mjeku shkroi diçka në dosje dhe u largua. Lili qëndroi e heshtur për disa momente, derisa Nathani ul pranë saj dhe foli me një zë të ulët. Lili, si ka mundësi që jeni vetëm? Mami juaj nuk ka njeri tjetër. Ajo e ngriti kokën, sytë ende të fryrë. Mami thot që gjyshërit jetojnë shumë larg. Babin nuk e njoh. Mami punon shumë që të kemi gjithçka, por ndonjëherë lodhet shumë dhe unë e shoh që nuk fle mirë. Nathan u shtang për një çast. Dhimbja e vogëlushës ishte aq e sinqertë dhe brutale në thjeshtësinë e saj. Ajo punon çdo ditë dhe natë, pyeti ai me zë të butë. Po të shumë shpesh, tha Lili. Ajo thot që jam arsyeja pse ja vlen. Nathan ndjeu një goditje në stomak. Ishte e pamundur të mos prekej. Pak minuta më pas, një infermiere e çoi Lilyn te dhoma ku ishte shtrirë Emma. Vajza hyri ngadalë, duke mbajtur Nathanin për dorë. Emma ishte shtrirë në shtrat e lidhur me infuzione, por tashmë fytyra i ishte kthyer ngjyrës së zakonshme. Duke shumë më qetë, mami të pëshpëriti Lilu. Ajo ju afrua shtratit, e kapi dorën e nënës dhe e puthi lehtë. Nuk pati reagim, por aparaturat bënin sinjale të qeta e të rregullta. Nathan qëndroi te dera, duke mos dashur të ndërhynte në momentin e tyre. Ti do të jesh mirë, mami t'i tha Lilu. Jam këtu. Infermierja, një grua me flok të thinjur, ju afrua Nathanit. Është me fat që vajza e gjeti nënën kaq shpejt, tha ajo me zë të ulët. Shumë të rritur nuk do t'ja dilnin kësaj situate. E vogla është shumë e zgjuar. Nathan vështroi Lilyn me një lloj respekti të ri. Po, ajo është e jashtëzakonshme, tha ai. Infermierja vazhdoi. Ka shumë raste të tilla, punë shumë, stres, pak gjumë. Njerëzit nuk e kuptojnë sa afër janë kufirit, derisa trupi dorëzohet. Nathan mendoi për një moment. Ai e dinte mirë çfarë ishte puna e tepërt, por ai kishte asistent, staf, doktor personal. Emma nuk kishte askënd. Lili u kthye drejt tij. Nathan, mami do të zgjohet kur ta shoh mua, apo jo? Ai ju afrua ngadalë. Po e dashur. Do të zgjohet. Ndoshta jo menjëherë, por shumë shpejt. A mund të rrish me mua derisa të zgjohet? Pyeti ajo ngadalë. Nathan e pa. Aty qëndronte një fëmijë që kishte kaluar orët më të frikshme të jetës, dhe që nuk kishte asnjë njeri tjetër. Po ai të pa e kuptuar pse, thjesht deshi t'i thoshte po. Po, Lilu. Do rri. 2 orë më vonë. Nathan qëndronte në një karrige të vogël në kënd të dhomës. Lilu ishte ulur pranë shtratit të nënës, por çepallat i ishin rënduar. Pas gjithë stresit dhe lotëve, trupi i saj i vogël nuk mund të rezistonte më. Pas disa minutash, ajo u mbështet në krahun e Nathanit dhe ra në gjumë. Ai mbeti i shtangur, por nuk lëvizi. E mbajti me kujdes, duke mbuluar me një xhaket të tij. Infermierja hyri dhe u ndal kur pa pamjen. Ajo ka fjetur, pyeti me një buzëqeshje të lodhur. Po, pëshpëriti Nathan. Duket se po e mban në mbrojtje, tha ajo. Nathan hodhi syt poshtë, duke parë fëmijën që flinte në krahun e tij si ta njihte prej vitesh. Ndoshta kjo është hera e parë që dikush e mbron, tha ai butë. Pas pak, infermierja u largua. Dhoma mbeti në heshtje. Nathan vështroi Emmën. Ai nuk e njihte. Nuk e dinte historinë e saj të plot, por diçka i thoshte se kjo grua kishte duruar shumë më tepër se sa duhej. Pastaj vështroi Lilyn. Dhe brenda vetes ndjeu një lloj vendimi që po formohej ngadalë, pa e planifikuar. Nuk do t'i linte vetëm. Jo atë natë. Ndoshta as pas asaj nate, Sami e mbajti Lilyn të mbajtësja e vogël e dorës, ndërsa po ecin nëpër korridor. Zhurma e hapave të njerëzve, binja e monitorëve dhe aroma karakteristike e spitalit krijonin një atmosferë të rëndë. Teksa afrohej dhoma ku e kishin çuar Emman, Lilyn ndaloi për një moment. A është më mirë? Pyeti ajo, me zë që ju dridh nga frika. Sami u në gjunjë pranë saj, duke e shikuar drejt në sy. Po bëjnë më të mirën. Doktorët këtu janë shumë të zotë. Dhe ti bëre gjën e duhur. Nëse ti nuk do kishe telefonuar, ndoshta, ai ndaloi, duke mos dashur ta friksonte më tej.
Thjesht dije që je shumë e zgjuar dhe shumë e fortë. Lili duke se deshja të përgjigje, edhe pse sytë përsëri i zuan të lotonin. Ai I fshiu but faqet, pastaj I hapi derën ngadalë. Brenda, mjekët po koordinonin midis tyre. Njëri prej tyre, një grua rreth të 40-tave me flokë të shkurtër dhe sy të ngrohtë, doli nga krahu I dhomës dhe ju drejtua Samit. Ju duhet të jeni personi që e solli. Ju faleminderit, tha ajo me ton profesional. Ajo ka presion shumë të ulët, duket se ka pasur një kolaps nga lodhja e tepërt dhe ndoshta nga një mungesë ushqimi. Po I japim lëngje dhe po e monitorojmë. Deri tani duket stabile. Mund ta shohim? Pyeti Liliu menjëherë. Mjekja u përkul pak. Vetëm për pak minuta. Por mos e shqetësoni shumë, ka nevojë për pushim. Sami e mori Liliun për dorë dhe hyn të dy në dhomë. Emma qëndronte e shtrirë, me një maskë oksigjeni të vendosur lehtë mbi hunde goje. Fytyra e saj ishte ende e zbetë, por tani lëvizte pak, sikur po përpishi të zgjojë. Mamit, përshpëriti Liliu. Lëvizja e vogël e shpatullave të Emmës tregoi se ajo po e dëgjonte. Pas pak, çepallat I dridhen dhe u hapën ngadalë. Sytë e saj u fokusuan në dritën blu të monitorëve, pastaj në fytyrën e vogël të vajzës së saj. Liliu? Tha Emma me zë të tharë. Liliu u trem nga gëzimi dhe ju hodh pranë, por Sami e mbajti lehtë nga shpatullat që të mos I binte sipër. Jam mirë, jam këtu, mami. Tha vajza, duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. Emma vështroi përreth, dhe syti I ranë mbi Samin. Ju kusht? Sam Bennett, tha ai me ton të butë. Liliu më telefonoi, mendoj se ishte emergjenca. E solla këtu. Jeni në duar të sigurta. Emma u përpoq të buzëqeshte. Faleminderit shumë. Mos flisni shumë, këshilloi mjekja nga dera. Keni nevojë për pushim. Sami e uli Liliun në ulsen pranë shtratit dhe u bë gati të largohej për të kthyer në botën e tij të zakonshme, botën e takimeve, investimeve dhe ndërtesave të larta në qendër të qytetit. Por një zë I çuditshëm e ndali. Mos ikt, tha Liliu, duke e parë me sy të lagur. Sami ngriti vetullët. Jam këtu, vetëm po dal për të mos ju shqetësuar. Jo, vazhdoi Liliu. Ti na ndihmove të tani ti jet, ajo hezitoi, pastaj e përmblodhi mendimin e saj të thjesht fëmijëror, ti je miku im. Emma u mundua të qeshte, edhe pse u lodh shpejt. Ajo nuk flet shumë me të huajt, tha me vështirësi. Duhet të jesh njeri shumë I mirë. Sami u ndal. Nuk ishte mësuar t'i thonin njeri I mirë. Shpesh I thonin I mençur, I fuqishëm, I pasur, por kurrë I mirë. Do të rri edhe pak atëherë, tha ai, duke u ulur pranë dritares. Dhe ashtu kaluan disa minuta të qeta. Liliu qëndronte pranë nënës së saj, ndërsa Sami, për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu diçka ndryshe, një lloj qetësie që nuk kishte lidhje me parat, suksesin apo botën e tij të shpejtë të ftohtë. Por qetësia nuk do të zgjaste shumë. Sepse një vendim I vogël I Samit, një ide që lindi aty në heshtje, do të ndryshonte jetën të treve. Pas disa minutash heshtjeje, Sami u ngrit dhe tha me një ton të qetë, por të vendosur. Liliu, mendoj se duhet të bëjmë diçka që të jeni më të sigurta ti dhe mami. Nuk mund ta le të ndodhë kjo përsëri. Nuk dua të kaloni vetëm momente të tilla. Liliu ngriti kokën dhe e shikoi me sy të hapur të frikësuar dhe të kuriozitetit. Çfarë do të bëjmë? Pyeti ajo. Do të qëndrojmë me ju për disa ditë, tha ai, duke e thënë me seriozitet. Do të shohim se çfarë I duhet mami dhe pastaj do të gjejmë mënyrën që të keni gjithçka në rregull. Nuk do t'ju mungojë asgjë. Emma, e lodhur por e vëmendshme, e dëgjoi me një gjysmë buzëqeshje. Nuk mund ta bësh këtë, nuk të njohim, tha ajo me zë të dobët. Po e di, tha Sami, por këtë herë nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është të jeni të sigurta. Liliu e mbajti dorën e tij. Do të jemi të lumtura, tha ajo e buzëqeshur ngadalë. Pas dite e hershme. Në spital, infermierët dhe mjekët u kujdesën për Emman me kujdes të jashtëzakonshëm. Ajo mori mjekime, u hidratuar dhe u ushqye me lëngje të lehta. Liliu qëndronte pranë saj, duke I dhënë një dorë kur ishte e mundur dhe duke e përshëndetur çdo infermier që kalonte. Sami qëndronte ulur në një karrige pranë dritares. Pamja e qytetit jashtë, me ndërtesat e larta dhe rrugët e mbushura me njerëz, nuk kishte më asnjë rëndësi për të. Ai ishte I fokusuar vetëm tek dy gratë që po e bënin të ndjejë diçka që nuk kishte ndier kur, lidhje njerëzore e sinqeritet. Pas pak, një mjek doli përsëri dhe I dha një raport për gjendjen e Emmës. Ajo është shumë më mirë. Nuk ka më rrezik akut, por duhet të qëndrojë në mbikëqyrje për 24 orët e ardhshme. Me këtë plan ushqimi dhe pushimi, gjithçka duhet të shkojë mirë. Sami mori frymë thellë dhe u kthye te Liliu. Do të shkojmë në shtëpi për disa ditë, tha ai. Jo për shumë, por për të siguruar që gjithçka është në rregull. Liliu kapi dorën e tij dhe buzëqeshi me gjithë fytyrën. Po, të lutem, po.
Bërtiti ajo e gëzuar. Emma e pa këtë dhe nuk mundi të mos qeshte lehtë. Një buzëqeshje vockël, por e sinqert. Nuk e ka menduar kur, tha ajo, me zë të dobët, se dikush kaq i panjohur mund të bëhet kaq i kujdesshëm për ne. Sami vetëm buzëqeshi dhe i mbajti sy tek vajza dhe gruaja që sapo kishte shpëtuar nga një situatë frikshme. Ishte diçka që nuk mund të shpjegohej me para ose pushtet. Ishte diçka tjetër, më e fortë dhe më e thjeshtë, për kujdesja. Nata. Në natën e parë pas incidentit, Emma ishte shtrirë, e qetë, duke fjetur me siguri. Lily flinte pranë saj, ende e dridhur nga emocionet e ditës. Sami, pa ndenjur shumë larg, shikonte përreth dhomës dhe mendonte për mënyrën se si një gabim i vogël, një telefonat e devijuar gabimisht, kishte ndryshuar jetët e tyre. Ai ndjeu një përgjegjësi që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Nuk ishte një marrëdhënie biznesi, nuk ishte një projekt i zakonshëm investimi. Ishte diçka personale, e papritur, por thelbësore. Në atë moment, ai vendosi brenda vetes një premtim, të kujdesej për Lily dhe Emma. Jo për reputacion, jo për mediat, por sepse ajo ishte gjëja e drejtë. Dhe ndoshta, thjesht ndoshta, kjo ishte një mundësi për të bërë diçka të vërtet të rëndësishme, të dobishme dhe të sinqertë. Dhe ndërsa nata zgjatej, qyteti i Charlotte vazhdonte të flinte, por në një dhomë të vogël spitali, një vajzë, një nën dhe një burr i pasur por me zemër të ndjerë, fillonin të krijonin një histori të re, të papritur dhe të çuditshme, një histori që nuk kishte asgjë të përbashkët me atë që ata prisnin nga jeta. Ditët e mëpasme ishin të mbushura me rutinë, por një rutinë e pazakontë për Lily dhe Emma. Sami kishte vendosur që të qëndronte pranë tyre për disa ditë, duke ndihmuar për gjërat më të thjeshta, të sigurohej që Emma merrte ushqimin e duhur, të mos lodhej dhe të qëndronte e hidratuar, dhe të mos lëvizte vetëm në lagje. Lily nga ana tjetër, ishte kthyer në versionin e saj të zakonshëm, e gëzuar, dashur dhe kurioze, por më e vetëdijshme se kurrë për rëndësinë e kujdesit dhe pranisë së dikujt tjetër. Një mëngjes, ndërsa Emma po ushqej lehtë dhe Lily po luante në oborrin e vogël të spitalit, Sami vendosi të ulej pranë tyre dhe të fliste hapur. E dini, filloi ai me një buzëqeshje të butë, nuk e kisha menduar kurrë që një telefonat e gabuar të më sillte këtu. Por tani e kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Gjithmonë kemi thënë se paratë dhe pushteti kanë rëndësi, por disa gjëra nuk kanë lidhje me to. Çfarë kemi bërë këtu së bashku, për ju të dyja, ka qenë më e rëndësishme se çdo marrëveshje ose projekt që kam pasur ndonjëherë. Lily e shikoi me sy të hapur dhe qeshi lehtë. Po, Sam, dhe ti je shumë i mirë. Tani e di që nuk jemi vetëm. Emma ja kapi dorën dhe ja mbajti ngrohtësisht. Dhe nuk kemi nevojë për askën tjetër tani. Faleminderit që ishe këtu. Sami ndjeu një lloj lehtësimi dhe gëzimi që nuk ishte ndjerë kurrë më parë. Ishte një lumturi e thjeshtë, e pastër dhe e sinqertë, pa asnjë përbërës të jashtëm. Vetëm 3 njerëz dhe një lidhje që kishte lindur në kushtet më të çuditshme, por më të domosdoshme për jetën. Pas disa ditësh, Emma u stabilizua plotësisht dhe mundi të rikthehej në shtëpi. Lily, e qeshur dhe energjishme, nuk i ndai nënës dhe vazhdonte të përmendte çdo detaj të asaj dite kur gjithçka mund të kishte shkuar keq, por që fal Sami dhe telefonatës së gabuar, gjithçka kishte përfunduar mirë. Një pasdite të bukur pranvere, teksa po dilnin nga spitali, Sami e pa Lilyn që kapte dorën e nënës dhe tha me një buzëqeshje. Do ta bëjmë jetën më të sigurt tani. Nuk do të lëmë që asnjë nga ju të ndjehet e vetme përsëri. Emma u buzëqesh dhe shtoi. Dhe nuk ka nevojë të na ndihmosh për gjithçka, por do të jemi të lumtura që të kemi pranë dikë si ti. Sami ndjeu një lloj përgjegjësie të thellë dhe njëkohësisht një qetësi që nuk e kishte ndjerë më parë. Për herë të parë, ai kuptoi që të ndihmosh dik nuk është thjesht një veprim i rastësishëm, por mund të jetë fillimi i diçkaje që ndryshon jetën. Lily e kapi dorën e tij dhe ja tha në heshtje: "Faleminderit që ishe aty kur na duhej më shumë. Ti je heroi ynë." Sami buzëqeshi dhe e përqafoi lehtë. Ai e dinte se nuk ishte thënë asgjë të madhe, por ajo përqafim dhe ato fjalë të vogla e kishin prekur më shumë se çdo çmim apo sukses që kishte arritur në jetë. Dhe kështu, një telefonat e gabuar, një vajzë vogël e friksuar dhe një burr milioner u bën pjesë e një historie të veçantë. Një histori që nuk ka të bëjë me pasuri, pushtet apo famë, por me diçka shumë më të madhe, me dashurinë, për kujdesin dhe lidhjet njerëzore që mund të shpëtojnë jetë dhe të ndryshojnë zemra. Në këtë mënyrë, Lily dhe Emma kurrë nuk ndjen më vetëm, dhe Sami mësoi një mësim të thjeshtë, por të thellë. Ndonjëherë, veprimet më të vogla, një telefonat e gabuar apo një vendim i thjeshtë për të ndihmuar, mund të jenë ato që krijojnë histori që zgjasin përjetësisht.